Mira qytetarë danez dhe grenlandes marshuan të shtunën në shenjë proteste kundër kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për marrjen e kontrollit të Grenlandës. Protestuesit që u mblodhën në Kopenhag, kryeqytetin e Danimarkës, shkuan drejt konsullatës amerikane duke mbajtur pankarta dhe duke prohuritur "Grenlanda nuk është në shitje". Grenlandezët u mblodhën në protestë në kryeqytetin e tyre Nuuk nën sloganet "Grenlanda u përket grenlandezëve dhe larg duart nga Grenlanda", ndërkohë protestave u bashkua dhe kryeministri i Grenlandës Jens Frederik Nielsen. Qëllimi është të dërgohet një mesazh i qartë dhe i përbashkët respekti për demokracinë e Grenlandës dhe të drejtat themelore të njeriut, thuhet në faqen e internetit të UAG-ut, shoqata e grenlandezëve në Danimark. Protesta u zhvillua në të njëjtën ditë kur Trump njoftoi vendosjen e një tarife 10% ndaj 8 vendeve evropiane nga muaji i shkurt, si reagim ndaj kundërshtimit të tyre për kontrollin amerikan mbi Grenlandën. Trump njoftoi se një taks prej 10% do të hyjë në fuqi nga një shkurti dhe potencialisht do të rritet në 25% më 1 qershor, duke prekur Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Holandën dhe Finlandën. Pas këtyre kërcënimeve, BE-ja ka thirrur një takim urgjent që do të mbahet në orët e pasditës së sotme për të diskutuar se si do të përgjigjet. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se BE-ja mbron fuqishëm të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht po koordinojmë një përgjigje të përbashkët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për këtë çështje, tha ai. Trump theksoi se taksat e importit do të mbeten në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës nga SBA-t. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer tha se vendosja e tarifave ndaj alateve për ndjekjen e sigurisë kolektive të alateve të NATO-s është krejtësisht e gabuar, ndërsa Emmanuel Macron i Francës e quan kërcënimin të papranueshëm. Vitet e fundit ka pasur një interes gjithnjë më të madh për burimet natyrore të Grenlandës, përfshirë mineralet e ralla të tokës, uraniumin dhe hekurin. Ajo mund të ketë gjithashtu rezerva të konsiderueshme nafte dhe gazi. Këto burime më parë kanë qenë të bllokuara për shkak të klimës së ashpër arktike, por shkrirja e akullit ka hapur rrugë të reja detare, të cilat mund t'i bëjnë minierat dhe peshkimin më të lehta.